Si asnjëherë më parë, një botror në futboll nuk ka qenë i ndërlidhur me shqiptarët sikurse kampionati i fundit në Brazil. Kanë qenë 9 futbollistë shqiptar prezent në këtë botror, duke mbrojtur ngjyrat e reprezentacioneve të Zvicrës, Gjermanisë, Belgjikës dhe Greqisë. Ne shqiptarët kemi qenë krenar dhe këtë e kemi shprehur aptazi kudo, duke filluar nga rrjetet sociale. Por, ç'kan të përbashkët Brazili 2014 me Tetovën dhe Gostivarin, apo me Pologun? Padashur që t'jemi lokalista, Pologu për shumë çka shënoi faqe të reja të historisë në futbollin shqiptar. Admir Mehmeti nga Gostivari bëhet shqiptari i parë që shënon në një botror. Bashkëvendasi i tij Shkodran Mustafi bëhet shqiptari i parë që bëhet kampion bote në futboll. Në këtë botror golashënues për Zvicrën ka qenë edhe Blerim Xhemaili nga Bogovina e Tetovës, i cili më vonë do të pritet si hero në vendlinjen e tij, por edhe në shkup pas zbritjes nga aeroplani. Gostivari ka qenë këto ditë krenar për djemtë e tij, për Admirin dhe Shkodranin. Në natën finale, i gjithë Gostivari ka bërë tifo për Gjermaninë, shkaku i Shkodranit. Ndeshja është ndjekur edhe në sheshin e Gostivarit. Atmosfera ka qenë e jashtëzakonshme, kurse shpallja e Gjermanisë kampion bote është përshkruar me eufori dhe entuziazëm të paparë. Ndeshja finale është ndjekur edhe në fshatin malor Srnov të Gostivarit, fshati prej nga vinë familjarët e Shkodranit. I gjithë fshati ka shprehur mirënjohje për djemtë e tij dhe futbollistët që janë shqiptar, duke organizuar edhe një koncert për nder të tyre. Sikur kjo të mos mjaftonte, Pologut i shtohet edhe një hero tjetër. Amir Abduli nga Përshevca e Tetovës ka përgatitur dhe pastruar për finalen e madhe trofeun e Kupës së Botës, pasi që punëdhënësi i firmës zvicrane i autorizuar nga FIFA për këtë punë, këtë detyrë ia ka ndarë djaloshit nga Përshevca e Tetovës. Një muaj sa zgjati botrori në futboll, ne kishin shumë arsye për të kremtuar dhe për t'i uruar herojnë tanë. Admiri Shkodrani Blerimi, por edhe së fundi Amiri, këtij nënqielli i dhuruan një shpresë, një gëzim të munguar nga situata e përgjithshme që mbretëron në këtë vend. Ata u bën ambasador të devotshëm të Tetovës, Gostivarit e Pologut, por edhe të shqiptarisë në përgjithësi, së bashku me Gjerdan Shaqirin, Granit Xhakën, Valon Behramin si shqiptarët e Zvicrës e Adnan Januzajin si shqiptari i Belgjikës. Mbase botrori i ardhshëm në futboll do të jetë edhe me më shumë bereqet për shqiptarët kudo që janë.